Përshëndetje të dashur teleshikues, jemi në intervistën 60 sekonda me VIP-at. Zoti Rama, mirë se keni ardhur, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Më nërë qofsh. Zoti Berisha, mirë se keni ardhur, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Jo, falti muaj, faleminderit ju. Atëherë, sa premtoni që do t'i bëni rrugën mesatarëve të mësuesve në Shqipëri? Ha mor zotri. 970 euro fundi. 970 euro ti? Prita shof sa kam tu. Shif. 990 euro prej meje, po. Pas ke lek të drejt. Qa lek është mor zotri, unë holla $6 milion në nga Amerika. Mirë, pra me që s'ke lek 1200 euro nga unë. Fidhoja 1400 euro nga unë. Prita sa kam. Edhe 60 pound, po. Lëviz dhe me lek angleze, Pa dyshim, po ti shiftuat mor zotri, që pun kemet mjati. Mirë, futi i mirë 700 euro futi aty e në 30 mjeli. E në i ofertë celulari mu Në rregull, kur të vi unë pushtet rroga e mësuesit do bat 1900 euro. E fundit, kaq për monument. Plus dhe i takim kok me intelektualin në doka. Më rregull atëre, i 1988 euro në muj, Kaq, plus i drejt punë me Spiropalin. kaq. A në i masazh nga fuga, ke shpatlat. Po vetëm kaq mor zotri. Kaq për kaq, ha. Më rregull atëherë. Përveç atyre 2000 euro rrog edhe i foto me lasivita. Kulina Amerika se është atje për moment. Drejt, ollin atëre, ha. Vje keq se sa shumë po të fond. A pra, Sa do jetë taksa e shesh për bizneset? Nga do ngrem o e tavani. po thot se ta poshkë dhe do ngre tavani. Po, pra. atëherë 11%. 10.6 nga unë. 10.3%, po. 10.1. Pa qatë bëhet 10% e fundit. Më rregull, 7% plus i drejt çdo të shtun part muajt për bordin drejtues që gjithë kompanive. E në biles nëse CEO në kam favor, morin edhe drejt dielën bashkë me Jo, aperitiv. po, tu jam dakord dhe unë me ju. Në rregull, po për çmimet e karburanteve çfarë do bëni? Po të pesën i parë. Jo, vazhdo, kam respekt. Po. Kur të vinë ne prap, domethënë mandat në 4 po e mora në herë, do ta bëjmë 1600 lek litrin e naftës. Po e more, kurse na do ta bëjmë 1500 po morë pushtetim tona po jo. Mirë, oferta fundit 1400. 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200. 100 lek litri mor zotri. Po. Do ta bëj 0 lek, pa lek. Na do t'japim 500 lek po të vish mush makinën. Ne do t'japim 1000 lek po mushë makinën. 1500 do t'japim. Ne do t'japim 2000 lek. Në rregull, u vendos 2000 lek litri orti. Ja pra se position Po jo se 2000 lek litri është normal mor zotri. Pa ne pra se mbje keq. Jo, falti muaj. Për sa i përket shëndetësisë falas, kësaj radhe do ta bëni vërtet apo jo? Ure mos ngel shaqor, mos vdek shaqall, po të them se radha është me gjithmen, ama është e vërtet që do jetë me gjithmen. Jetu mba me qesh. Se ti që në boshti, e? Kur të vim na pushtet do bëhet ministër shëndetësie na ndoka dhe do japim serume gratis është tona po ju. Po. Ne do japim edhe në i gjë tjetër falas, kështu, vigona, gjon, që e do. Na do japim dhe lek falas. Jo, në lek s'kena për të dhënë. Ha pra. Po për sa i përket incineratorëve, do ketë ndërtime të reja incineratorësh? Atëherë unë besoj se këto treja që kena janë shumë rregull, as besoj, po gjithsesi po u qen ashtu. Kurse unë them që ti prishim ta incineratorët e ti bajmë matnat nga 5-6 kate mor zotri, sidomos të Tiranës, se kjo është i vogël mor zotri tona po Po jo. i gjete, prishi. Po shëmur mos basi Karagjose jena në intervistë. Dhe pyetja e fundit, kur do të futet Shqipëria në Bashkimin Evropian? A kam thonë pra në 2030 kam marruaj më bet. Unë synoj për më lartë mor zotri, unë them të heqim vizat me Amerikën e të futen në Bashkimin Amerikan, se kam dhënë $6 milion mor zotri. Nuk i kam dhënë kotun ato, tona po jo. Po i shoha si kin kot thuj. Absolutisht që jo. Më rregull atëherë, unë do bëjmë binjakësim me Koren e Veriut, me Kim Jong-un. Jo, lartë qoftë. Më rregull atëherë, merë ti baj qatë A dush. pra jo se thash. Kjo ishte intervista 60 sekonda me kryeministrin Rama dhe me ish kryeministrin Berisha që në 2012 atëherë. Nejse,